Shikues të dashur, tash është koha, në fakt po shënon ora 8:11 minuta dhe pikërisht është koha për bisedën e radhës. Unë e lajmërova edhe më herët bisedën ku tregova se do të flasim bashkë me avokatën Bedrije Berisha Rexhepi, të cilën e kemi edhe në studio, dhe do të flasim për një postim të saj të fundit ku ka ngrej alarm për gjendjen dhe situatën e qendrave për punë sociale. Po i lexoj disa prej rreshtave në mënyrë që me kuptu thelbin edhe jo, pastaj tutje në detaje do diskutojmë bashkë me mysafire në studio. Thot ambientet e qendrave për punë sociale në shumicën e komunave të Kosovës janë një gjendje alarmante dhe të papranueshme. Dhomat e kontaktit me fëmijë nuk i plotësojnë as standardet minimale pedagogjike dhe psikologjike. Në vend të hapësirave të ngrohta, të sigurta dhe të përshtatura për fëmijë, ata përballen me korridore të ngushta, dhoma të ftohta dhe ambiente të errta, që më shumë i ngjajnë hapësirave ndëshkuese se sa vendeve ku duhet të ruhet dhe ndërtohet lidhja prind dhe fëmijë. Tutje për këtë dhe detaje të tjera do t'i ndaj bashkë me ne avokatja dhe mysafirja në studio. Mirëmëngjesi, mirë se na keni ardhur. Mirëmëngjesi, mirë se ju gjetëm. Shumë kënaqësi që ju kemi këtu. Na tregoni pse keni vendosur tash që ta bëni këtë reagim dhe na tregoni me qenë se ju jeni më afër dhe ndoshta i shihni edhe këto raste, mundeni me pa dhe gjendjen e tyre aktuale se si janë. Tani, qendrat për punë sociale, veç për me e kuptu, do me thonë edhe opinioni, janë organe ose institucionet të cilat funksionojnë në kuadër të nivelit lokal, pra në kuadër të komunave, me një mbikëqyrje të shkallës së dytë në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë. Funksioni i tyre është jashtëzakonisht i rëndësishëm, sidomos të ato raste të cilat përballen me procedura gjyqësore, me raste familjare pra. Po ashtu edhe në procedurë penale kur kemi të bëjmë me të mitur. Ajo pse unë kam reaguar është për shkak se ka kohë të gjatë që këto qendra vazhdojnë të mbesin në të njëjtën gjendje. Madje disa prej tyre ndoshta ka vite të tëra që nuk është bërë ndonjë investim në raport me ambientin dhe infrastrukturën. Pse është qetësues ambienti? Për shkak se çdo ditë aty me dhjetra fëmijë realizojnë kontakte me prindërit të cilëve nuk u është falur besimi për fëmijën. Një fëmijë i një moshe të mitur, ta themi 4 vjeçare ose 5 vjeçare, me qëndru për orë të tëra në dhoma që janë shumë të vogla, që shumica atyre nuk kanë dritare, ambienti është jashtëzakonisht i errët, nuk krijon kushte dhe hapësirë të mjaftueshme për të realizuar qëllimin e këtyre kontaktimeve, që është atashimi me prindin me të cilin fëmija mund të ketë pasur probleme ose janë kriju probleme gjatë divorceve. Në mesin e shumë problemeve që këto qendra sociale kanë, unë e kam parë që ambientet janë thelbësore, pikërisht për shkak se kemi të bëjmë me fëmijë. Këta fëmijë kalojnë veç se një fazë të vështirë në jetën e tyre, sepse divorcet nuk vijnë pa pasoja, dhe këto ambiente është dashur të krijojnë një hapësirë ku fëmija ndjehet i sigurt, ku fëmija ka mundësi të atashohet, ku fëmija ka mundësi edhe të lozë me prindin, të cilin ndoshta nuk e takon për 2 javë ose për 1 muaj në disa raste. Nëse flasim për qendrat sociale në rajon, po edhe më gjerë, këto qendra ofrojnë edhe kopshte, ofrojnë kënde më të mëdha të lodrave, që të ne asë që nuk mendohen momentalisht. Prandaj edhe kam dalë me këtë reagim. Dhe gjendja cila është e një objekti apo një dhome ku ata rrinë, mundet me ndiku edhe tek lidhja prindër dhe fëmijë, për shkak se mundet me ndiku edhe në anën psiqike, psikologjike. Patjetër që ndikon, sepse fëmija mbi gjitha ka nevojë për hapësirë ku ndjehet i sigurt, për hapësirë ku i përshtatet moshës së tij, për hapësirë ku nuk i ngjall frikë apo ankth, dhe pikërisht ambienti, sepse psikologët e sqarojnë edhe më mirë këtë pjesë se sa unë që jam juriste ose avokate, mirë po ambienti ndikon jashtëzakonisht në gjendjen psikologjike dhe emocionale të fëmijës. Mandej shumë prindër të cilët unë i kam pasur dhe klientë dhe kemi pasur raste me ta, janë ankuar që nuk kanë arritur të realizojnë kontaktin për aq kohë sa ka qenë parapar, sepse fëmija është ndjirë monoton dhe nuk ka pasur më dëshirë të qëndrojë në atë ambient. Edhe është dashur me u ndërprej kontaktimi, që unë besoj që është krejt normali, sepse është e vështirë një fëmijë të një moshe që e ceka paraprakisht, me mbaj 2 orë ose 3 orë në një ambient. Edhe në një ambient të shtëpisë, është shumë e vështirë që mundet me qenë ndoshta argëtuese dhe një ambient familjar. Tani ato qendra dhe ato dhoma kontakti janë shumë larg
ambienteve të shtëpisë, dhe me thonë. Po, qëndron kjo për gjitha, ju edhe e theksuat në postim që shumica e qendrave për punë sociale në Kosovë janë në të njëjtën gjendje. Unë besoj që shumica. A ka diçka pak më mirë? Mund të ketë pak më mirë në ato komuna ku ka pasur donacione, sepse sa unë kam informacion, investimet nga nivellet lokale dhe qendrore kanë qenë shumë minimale në raport me këto qendra. Dhe më thonë, kryesisht janë renovuar, ose janë rindërtuar, ose janë furnizuar me lodra apo gjërat e tjera të përshtatshme për fëmijë nga donacionet. Tani se cilat qendra qëndrojnë më mirë, cilat qëndrojnë më dobët, nuk është që e kam këtë informacion, po që shumica janë në gjendje jo të mirë, kjo është fakt notor dhe nuk është që ka nevojë shumë të komentohet. Kjo është në atë nivelin do të të komunal dhe pasaj edhe në nivelin qëndror, do të të mbikëqyrën nga dy nivellet dhe do të tani si organe janë organe të krijuara në bazë të ligjit nga niveli komunal. Më thonë, janë organe që funksionojnë në kuadër të komunës. Në raport me ankesa që bën në drejtim të këtyre qendrave, është një departament në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë. Mirë po, në raport me investimet, unë besoj që nuk ishtë dashur të shikohet nëse është organ lokal apo qendror, sepse po flasim për mirëqenien e fëmijëve, sepse aty nuk e ceka që fëmijët edhe merren në pyetje, edhe intervistohen, edhe realizohen kontaktet me psikolog dhe sociolog kur këta fëmijë kalojnë probleme të ndryshme. Pra nuk ishtë dashur të shikohet apo të ketë luftë në mes të lokaleve apo qendrore si institucione, është dashur të investohet dhe të ndryshohet qasja në politika sociale. Fatkeqësisht shumë pak rëndësi i kushtohet kësaj pjese. Është me rëndësi me thonë që edhe numri punëtorëve sociale është jashtëzakonisht shumë i vogël. Këta punëtorë social punojnë në ambientet e qendra për punë sociale, punojnë në teren, mandena i duhet të marrin pjesë në seanca gjyqësore, shumë herë janë të nevojshëm edhe në stacione policore kur merren në pyetje të miturit, ndërsa nëse shohim numrin e tyre është jashtëzakonisht shumë i vogël. Ne do të ndalemi se pse shkojnë dhe pse vjen ndoshta puna deri tek qendra për punë sociale, po dua ndalem nëse pat reagim pas këtij postime tuajën apo jo. Ka pas reagim ndoshta edhe nga të tjerë, nga qytetarët, nga individët të cilët janë të përfshirë dhe duhet të shkojnë këtu, apo ka pas ndoshta edhe reagime nga nivelet të tjera nga institucionet? Reagime nga qytetarët ka gjithmonë, sidomos nga ata që ka nevojë dhe që i shfrytëzojnë ambientet e këtyre qendra për punë sociale, ndërsa reagime nga nivelet e institucioneve jo, fatkeqësisht jo. Presne që me pas një përmirësim të kësaj gjendje, kësaj situate, mundet? Unë besoj që duhet me pas, është jashtëzakonisht e nevojshme, mirë po zërat duhet të ngriten nga gjitha nivelet, duke filluar nga vetë drejtuesit e qendrave për punë sociale, nga prindërit që i frekuentojnë këto qendra, nga ne që punojnë vazhdimisht me klient që ka nevojë për këto qendra, po mbi gjitha dhe nga media që janë informatori i parë për me depërtutje publiku ose më gjërë. Avokate, do të thotë përveç rasteve kur ka divorc, cilat raste pra tjera çojnë drejt qendrave për punë sociale? Tani problemet e të miturëve janë të natyrave të ndryshme. Gjithmonë kur një i mitur kalon një fazë problematike në jetën e tij, të çfarë do lloj natyre, qoftë ajo, qoftë penale apo kundërvajtje e thjeshtë, qendrat për punë sociale janë dera e parë që trokitet dhe fëmijës duhet me i ofru mbështetje. Për këtë arsye unë them, e kam thënë dhe e them vazhdimisht, që rëndësia e këtyre qendrave është jashtëzakonisht e madhe. Edhe për vetë punëtorët, edhe për vetë stafin e këtyre qendrave, ambientet do duhet të ishin më të përshtatshme. Mirë po saj është kushtuar rëndësi, po e them përsëri dhe kam e thonë, derisa të ndryshohet kjo gjendje, zero. Sipas vlerësimit tim, zero. Nuk shohim asnjëherë, asnjë institucion, asnjë lëvizje, asnjë individ që del dhe flet për rëndësinë dhe për kushtet në të cilat funksionojnë këto qendra momentalisht. Ndërsa kur vjen puna tek divorci dhe pastaj në bazë të gjykimit mundet me bo një takim varet prej rastit. Procedurat e divorcit nuk vijnë pa pasoja. Një pjesë e kontaktimeve realizohen jashtë objekteve të qendrës për punë sociale. Një pjesë tjetër e takimeve realizohen brenda qendrës për punë sociale. Është vlerësim të cilin e bëjnë në mes të anamnezës
pikrisht punëtorët social, ndërsa gjykata vendos. Tani arsyet janë të ndryshme pse gjykata ka vendosur që një fëmijë duhet të realizojë kontaktin brenda qendrës. Mirë po pavarësisht kësaj, qendra pastaj duhet t'ia ofrojë të gjitha kushtet këtij fëmije për të rindërtuar një lidhje të shkëputur, për të rindërtuar një lidhje që mund të jetë dëmtuar për arsye të ndryshme, pra duhet t'i ofrojë kushte, mbështetje, staf, ambient për me u realizu, me u rindërtu lidhja prindër fëmijë. Çdo herë ndodh në prani të një personi të tretë apo vetëm që ndodh në atë institucion është si gjykata e ka para, po një pjesë e kontaktime bën me mbikëqyrje të punëtorit social, një pjesë tjetër e kontaktime bën pa mbikëqyrje por brenda ambienteve, domethënë varësisht nga rastet të cilat gjykata pastaj duke vlerësuar rrethanave dhe ka marrë një vendim që ne nuk mund të ndërhyjmë në atë pjesë. Patjetër, po. Keni pas ju biseda ose kontakte në raste të ndryshme me drejtorët e qendrave për punë sociale? Ka pas ndonjëherë ndonjë reagim ose ndonjë përgjigje edhe nga ana e tyre? Reagime publike të drejtorave të qendra për punë sociale nuk është që kam pa. Nuk kam pa reagime publike, mirë po në bazë të bisedave gjithmonë secili prej tyre tha që presim, po jemi 25 vite pas një gjendje të mbas luftës. Dhe është fatkeqësime e thonë që një pjesë e madhe këtyre qendra për punë sociale kanë po të njëjtat ambiente që kanë pasur dikur. Dhe të njëjtin invertar nëse më me thonë. Kështu që ka nevojë për një rikonstruktim, një ndërtim edhe një nevojë emergjente nëse mund ta them. Nevojë emergjente. Tani edhe legjislacioni jonë dhe ndërkombëtar dhe gjitha konventat proklamojnë dhe në një farë mënyrë e obligojnë secilin shtet, secilin institucion, që në çdo vendim të tyre duhet të kemë parasysh interesin më të mirë të fëmijës. Në mënyrë reciproke kjo do duhet të zbatojë edhe për qendrat për punë sociale, edhe për ambientet e këtyre qendrave, edhe për atë infrastrukturë të atyre qendrave. Dhe në rastet të tilla, avokatja mund të avokonin si një lloj forme që po shkelet e drejta një fëmije, apo po humb dhe po shkelet interesi më i mirë i fëmijëve në rastet të tilla, apo po dëmtohet psikologjia e tyre? Në parim, të gjitha këto që ju i përmendet edhe mund të qëndrojnë, por prapë po e them që është e pamundur e vetme ose një grup i vogël që jemi dhe që vazhdimisht avokojmë në drejtim të përmirësimit të këtyre kushteve me ja dalë. Nëse vetë qendrat për punë sociale nuk aktivizohen, nëse komunat nuk ndajnë një buxhet ekskluzivisht për këto qendra, është fatkeqësi me prit gjithmonë donacione, me të ndihmu dikush nga jashtë. Kur ti duhet me e bë nga brenda, duhet me e ndjej që dosh me e bë. Tjetër që po. Unë e di që kjo bisedë ndoshta do të dënte edhe anën tjetër për të drejtorëve apo të drejtorëve për qendra për punë sociale, megjithatë ka qenë e pamundur me jo kontakte në fakt kontakte me ta po ardha atyre në studio këto dhe ora e saktë e intervistës, megjithatë shpresoj që një herë tjetër t'i kemi në intervistë në mënyrë që t'i parashtroj edhe pyetjet e tjera që kanë të bëjnë me këtë, sepse patjetër nuk përfshihen veç avokatët në këtë lloj çështje, por janë edhe të tjerët të cilët edhe duhet të lebojnë, edhe duhet të reagojnë, patjetër edhe prindërit për në anën tjetër edhe drejtorët vetë të kërkojnë për një përmirësim të situatës, ndoshta të kërkojnë donacione të tjera, të kërkojnë pastaj llogari edhe nga niveli lokale edhe nga niveli qendror. Avokate, faleminderit shumë ty për kohën që ke ndarë me qenë pjesë e emisionit Mëngjesit, kënaqësi për mua. Uroj që takojmë pastaj në tema edhe më të mira, me kënaqësi ju presim në studio.